jam befasu se Gjafa është kandidat serioz. A je befasu për Vushtri, që nuk ka hy në ballotazh? Po. Je befasu? Po jam befasu se Gjafa është kandidat serioz. Ka qenë kryetar komune edhe është kandidat që ka afinitet gjatë madh politik. Mirë, shumë herët jemi mas zgjedhjeve, s'dija ke mujt me artë të naj analizë. Si partia keni artë të analizë pse Gjafa nuk ka hi në ballotazh? Jo, është shumë e hershme me marrë të një analizë, në halajme të morë me procesin e numërimit tash në qendrat komunale të numërimit, të tentu me menaxhu sa më mirë dhe përmes vëzhguesve komisionerëve që kemi në për këto qendra. Sigurisht mas certifikimit të rezultateve partia ka më mbledhë dhe me pa se ku ka ndodhur shputjet për quaj kështu që kemi pas prej elektoratit, ku ka ndodhur ndaj gabim eventual, ku ka ndodhur ndaj kalkulim të cilët nuk kemi mri me hetu dhe me i bo preventiv, edhe gjitha këtu në fund dalin pa edhe e bojnë atë bashkësinë e figurave që të merr qartë më nej se çu ka rrjedh pjesa e votës tash konkretisht të Vushtria, që unë mendoj që ka qenë kandidat i jashtëzakonshëm edhe njëri që din e një çuditën e Vushtrisë, edhe që ka qenë kryetar i mirë i Vushtrisë, edhe që ka qenë kandidat serioz për neve tash për Vushtrinë. A është befasi Peja për ty që ka hi në ballotazh, a nuk është? Peja, unë mendoj që kur jesh në garën për të katërtën herë, e luan rolin e vet, kjo pjesë të qytetarëve. Ani pse Gazmend Magjeri është kryetar i jashtëzakonshëm. Edhe është menaxher i komunës i jashtëzakonshëm edhe i ka shërby qytetarit Pejs me nerë me dignitet që të një mandate tash të garu për të katërtën. Mirë po, pjesa e opozicës me sa unë kam pa, edhe kam hetu konkretisht ka regjuni Podgurit, kana kemi edhe lidhje familjare me ta edhe ku frekuentojmë të njëri tjetrin kam pa që kam pas strategji të pjesa e kandidimit të kandidatëve për asamble për me shkaktu një farë hutije të votuesit në mënyrë që më kriju shpërndarje të votës edhe me bon në formë të organizuar, çush edhe kanë bën pjesën e ndërgimit në ballotazh të Gazmend Magjeri. Formë të organizuar, po thu ndaj kryetarit që është tanishëm e ka pushtetin, i ka kontratat, e ka komoditetin e pushtetit. Unë në pushtet jam vetë, pjesa e kontratave ty nuk do kryetar komunë. Gazi nuk e di që ka fshat në komunën e Pejs që nuk ka investuar në të për krejt vënis për nevojave bazike deri te mëshana sociale. Saktësisht çet argument ma përdor mu opozita e PSD. Tash thot Gazi ka shtru qaç shumë në fshatra sa që e ka siguru votën prej çetëne investimeve infrastrukturore. Pse s'ndodhi do me thonë që me shku mas gjithë këtyne investimeve, mos me pas ballotazh heq? Unë është konë shumë afër. Është konë shumë afër, diferenca nuk është shumë e madhe prej ballotazhit, thash, unë bindja ime politike është pa e njoftë në detajet e renën që atje ka pas. Mirë, ti po thu disa veprimet kundërshtim. Kalkulimesh, po du mi fut këtë partitë opozitare në thes, po për një pjesë të partitë opozitare, kandidimi strategjik i kandidatëve për asamble goditja pikave të forta dhe është pjesë e cila ndodhet se të smush me menaxhu marrë një muaj me njerë komplet territorin. Ju ka thonë konkurenca shumë e fortë? Për shembull, krahasim me Lipjan, konkurenca shumë e fortë në Pej. Diferenca është koqa modë në Pej. Ma e ashpër. Nështë ma e fortë. Nështë kandidat ma të mirë? Nuk menej. Opozita? Kandidat ma të mirë për komunën e Pej se Gazmend Magjeri nuk ka.